spori Ermal, tri prioritetet e para janë ato që mendoj që do ta bindin qytetarin serb, qytetarin rom, qytetarin ashkali dhe qytetarin turk, bosnjak apo dhe goran. Egjiptas nuk e besoj që kemi atë. Ne spori, projektin kryesor kemi një nënkalem në qendër të komunës së Graçanicës, pra saktësisht ku gjendet komuna dhe ku gjendet përmendorja Miloš Obiliqit. Po. Pra nënkalimi do t'jetë bashkë me sheshin sipër, pra Graçanica nuk ka shesh. Po do më thonë, rruga për Gjilan aktualisht e cila kalon të ketë një nënkalem, një në mënyrë që të mos e ndalë qarkullimin e lirshëm mbi pjesën e sipërme të Graçanicës, aty ku ndodhet përmendorja e Miloš Obiliqit. Ermal, spori Graçanica e ka një problem shumë të madh, po flas për qendrën e Graçanicës. Dhe problemi më i madh është ngarkesa dhe mjetet motorike që kalojnë aty pore, kryesisht problemi më të madh e ka me mjetet e rënda, pra maunat dhe kamionat. Unë i kam shiku... Pas ka mujtë Albin Kurti me zgjidhë këtë problem. Tu e ndërtu autostradën, që dhe ke vitin e kalume është të krymi. Nuk e di aty, po kjo është projekti ime, dhe i aleancës tonë, pra aleancës shqiptare, që i zgjidh 3 probleme. Ndotjen, që është prej mjetëve motorike që përmenda më herët, faktikisht i zgjidh 4 probleme. Pra ndotjen, pastaj sheshin do t'jetë sipër në nënkalim, kalojnë veturat, pra rregullohet çështja e veturave dhe mjeteve të rënda, si dhe parkingjet në atë nënkalim. Nuk e di a ka ndonjë komunë më shumë nevojë se sa komuna e Graçanicës ta ketë atë nënkalim që... E në rast se vendoset autostrada, do t'jetë po kaq e ngarkuar kjo rrugë, a do të ketë këtë nevojë njëjtë siç e ka sot? Autostrada e Gjilanit po mendon? Po, autostrada e Gjilanit për shkak se shumica e veturave. Leo Trim, për shkak se shumica e veturave edhe pjesës motorike me peshë të rëndë, që kalojnë 3.5 ton, kalojnë për shkak të rrugës që lidh Prishtinën me Gjilanin. Po, mirë po, nuk vinë të gjitha ato mjetet të rënda prej Gjilanit. Sepse tash është duke ndërtuar Prishtina e Reja atje nalt. Po. Zvinë prej Gjilanit, domethënë shumica vinë prej asoj zonës rreth Graçanicës, pra afër Prishtinës, rreth Hajvalis. Por problemi qëndron këtu. Dhe banorët, jo vetëm shqiptarët, po serbët në përgjithësi që jetojnë shumica aty në qendër të Graçanicës, janë të lodhur nga kjo gjendje. Mbesa, sepse përveç saj ju mungon edhe transporti publik. Kjo është prioriteti numër 2. Transporti publik me udhëtu nga ku deri ku? Thjesht në përvendbanimet që janë në Graçanicë. Graçanica i ka 16 zona katastrofale. Ideja është që na e dim që ata udhëtojnë edhe në drejtim të Prishtinës. Po ka mundësi që të ketë komunikim edhe drejt Prishtinës. E tash, këtu po du me dalë. Sa isha nën kryetar, ne e kemi marrëveshjen me komunën e Prishtinës, respektivisht me kryetarin Përparim Rama, një ndër marrëveshjet ndërkomunale që është zbatuar në plotëni. Përparimi po di kam i zbatuar marrëveshje. Ne e kemi zbatuar në plotëni një marrëveshje e cila banorëve të komunës së Graçanicës ju kanë ndihmuar tepër shumë. Po flasim për linjën e transportit që është Prishtinë, Graçanicë, Kishnicë. Prej Kishnicës? Deri në Kishnicë, deri në fund Kishnicës. Prej nga aty ku e ke ti prej ardhën? Po, prej nga aty ku e kam prej ardhën. Tash, atë linjë, ne do ta zgjerojmë, fillimisht do ta shpeshtojmë, dhe pastaj do ta zgjerojmë që do ta kemi në gjitha vendbanimet në Graçanicë. Këtë do ta bëjmë përmes një ndërmarrje publike, pra do ta themelojmë një ndërmarrje publike, do të blejmë autobus të ri dhe do të bashkëpunojmë sërish me komunën e Prishtinës në një marrëveshje të re për subvencionim të linjave. Nuk është e lehtë, mirë po unë mendoj që vetëm duhet niset kjo punë dhe është një prej hallëve dhe kërkesave kryesore të banorëve, sidomos banorëve serb në Graçanicë. Që me pas lidhje të drejtë për drejta dhe të më shumta, më të shpeshta me Prishtinën. Po, me Prishtinën, po dhe me vendbanimet
me cilat janë të lidhur drejt për drejt komunitetit sërb. Ta zëm, një punëtore e komunës që udhëton në Suadol çdo ditë, në fshatin Suadol që gjendet përball Lipjonit, paguan diku 3,60 € kosto ditore për të shkuar vojtje ardhje. Kjo është një kosto shumë e lartë. Ne, me këtë transportin publik, do të bëjmë kosto të përballueshme. Kjo linja që e kemi me komunën e Prishtinës, që kemi realizuar dhe zbatuar, si e thash në plotni, është me një kosto të përballueshme. Po dikun, nëse zgaboj, për 24 orë është 80 cent bileta, sikur qytetarët e Prishtinës që e kanë, njëjtë e kanë edhe banorët e Graçanicës dhe në këtë rast edhe vendbanimit Kishnicë. A ka turistni nga